Nderuar televizionistë, jemi rikthyer në pjesën e dytë, pjesë shumë e rëndësishme, e nënvizoj shumë e rëndësishme për shkak të luftës. Tani gjithë bota është me luftën nëpër këmbë, me luftën mbi kokë, një gjendje vërtet e beftë, Luftrat sigurisht kanë qenë prezente gjithmonë, vazhdimisht e gjitha, por kjo është një luftë që ende nuk ka kuptim shumë të madh pse ndodhi dhe si ndodhi, dhe pa një marrëveshje, si thua, të atyre fuqive që nisën me pjesën tjetër, dhe pse u zhvillua në këtë mënyrë. Ende ne nuk kemi një... Do të flasim, thamë, për luftën, por dhe një rezolutë që pritet të votohet nga Kuvendi i Shqipërisë nesër për ta shpallur Iranin vend terrorist. Përse bëhet kjo rezolutë? A na shërben në këto momente? Ndërkohë lufta avion, presidenti Trump tani nuk thot më që lufta ka mbaruar. Kryetari i Parlamentit të Iranit tha, bëri një deklaratë, baton dhe tha, në 9 ditë ai ka thënë 10 herë që mbaroi lufta. Tani nuk thot më mbaroi, po thot kemi bërë goditje, dhe i kanë bërë se. Po të mos vjen ata goditje, kush do t'i bëj? Por tani ai deklaron jo mbarim e luftës, por fitoren e Shtetet Bashkuara të Amerikës, holci lera të telefonin se ti dhe nuk ka një disiplinë shumë të lartë, edhe nga vendi kur je që shtek. Tani, për të gjitha këto ne do të flasim me të ftuar në studio Ermir Gjinishi, Olsi Azergji, Baton Axhiu, Mentor Nazarko. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Atëherë unë them të vendosi regjia me shumë vrapohet, po bëre një vrejtje këtyre, me njerëz zbatojnë gjërat e tjera. Ja e vunë, Shqipëria shpall Irakun, Iranin shtet terrorist. Kuvendi i Shqipërisë pritet miratojë një rezolut për të shpallur Iranin shtet terrorist. Ja, le ta ndjekim çka thënë kryeministri Rama. Javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolut për ta shpallur Republikën Khomeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin, sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë shmoj tek Islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu. Që dyja. Sepse kjo është e vërteta. Natyrisht në këto hapa nuk jemi pionierët, sepse ka pasur më parë edhe partner, aleat, miq që i kanë hedhur, por është koha që ta bëjmë dhe ne këtë gjë. Është koha, thotë kryeministri Rama, që ta bëjmë dhe ne këtë gjë. Ndoshta është, ndoshta s'është. Për këtë unë kam thirrur për të folur pjesën e parë të kësaj pjese të dytë, çfarë mendojnë të ftuarit, pse po miraton kuvendi ynë këtë rezolutë, dhe të flasim dhe për argumentat. Zoti mentor, ti si e mendon tani këtë gjë? Dëgjove kryeministrin dhe ja si e mendon ti. Pjesë tani këtu kemi një gjë, një moment që t'ja nënvizojnë që të mos kemi. Do me thënë, ne do përplasim idet këtu sa më fort, por pa fyer, pa ashtu, pa, kupton? Hajde, përplasim idet. Po, kryeministri tha që është koha. Që do të thotë është dikush, unë nuk besoj që është Shqipëria, nuk është frymëzimi i brendshëm i Shqipërisë, por është aleanca ku ka zgjedhur Shqipëria të bëjë pjesë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ti paqes thua ti? Jo. Po them, rreshtimi i Shqipërisë me këta dy shtete, me Izraelin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që e shtyn Shqipërinë që të ndërmarrë një veprim të tillë. Rama theksoi që nuk është Shqipëria pionier, pra duhet të ketë shtete të tjera, nuk di të ketë shtete të tjera. Gjermania. Kjo është e parë. Gardën Republikane. Po, e para, e dyta, po, në fakt edhe Bashkimi Evropian e ka Gardën Republikane, po jo. Gardën Republikane. Iranin se dyshin cilësimet. Irani shtet sponsor i terrorizmit dhe Garda Revolucionare si organizatë terroriste. Pra, imagjinoj që Shqipërisë i është kërkuar një gjë të tillë, nuk është, po themi, një frymëzim i brendshëm, ndonse për hir të vërtetës Shqipëria është përplasur me Iranin
edhe në një betejë që u ndërkombëtarizua, që ishte sulmi kibernetik i Iranit në Shqipëri. Edhe në atë rast, unë mendoj që Irani zgjodhi një, po themi, qasje të shpërpjestuar. Shqipëria në pranimin e mujahidinëve kishte vepruar në bazë drejtës ndërkombëtare, në bazë drejtës humanitare. Ata ndonë se ishin një opozitë politike, kishin një, po themi, një kod sjellje të imponuar i cili ishte me karakter ngushësisht humanitar, por Irani zgjodhi që ta kërcënonte Shqipërinë, të bënte sulm kibernetik dhe diçka që solli pra në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike dhe në këtë shkallë të lartë konfliktualitet mes dy shtete, pra që ekspozon Shqipërinë edhe në një sulm eventual kibernetik apo hibrid apo të një lloj tjetër ndaj Iranit. Për të cilit ende mentor nuk ka përgjegjës. Se në çdo vend botës bëhet një sulm, dakord. Fajtori është ai që e bën, shkaktari. Po edhe ata që e mbrojnë të gjitha, asnjë përgjegjës nuk doli nga parlamenti, nga Niko Peleshi nuk dëgjuam një gjysmë fjale. Të thoshte që për sulmin kibernetik. Po flet për sulmin aktual. Po, sulmin aktual. Referova sulmit më hershëm, sulmin parlamentin ende nuk është gjetur. Natyrisht, në një situatë të tillë konfliktualitetit përgjithshëm mund të ketë shumë baballar për atë sulm, flitej që mund të ishte sulm. Pra, mentor ti je duke thënë që ne jemi duke operuar në kuadër të një grupimi fiktiv që aleance, që këtu janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë rast dhe Izraeli, se kemi aleat që nuk janë. Po. Jo, unë mendoj që Izraeli është aleati jo. Jo, do bëj kem pyetje të tjera më pas unë të cilat kanë problematika për Britaninë, për Gjermaninë e tjera, si thonë, ne nuk kemi pjesë e kësaj lufte e tjera, të cilat do t'i analizojmë këto. Pra, ne po ndihmojmë në këtë rast aleatët dhe jemi në kuadrin e kësaj. Ka vlerë simbolike rreshtimi i Parlamentit të Shqipërisë në një formë. Ka rëndësi, më mjafton të jep votën. Olsi, ti si e mendon tani këtë ide që thotë zoti Nazarko? Që është okej në kuadër të, edhe ne jemi në grupimin tonë. Grupim natyral është ky, normal. Ka disa gjëra, do më thënë, në Shqipëri ka shumë dizinformacione që hidhen si të vërteta. E para, në lidhje me sulmin kibernetik që u bë Shqipërisë në vitin 2022, deri më sot nuk është provuar në asnjë moment që ka qenë Irani që e bëri sulmin. Biles për personat që e ndjekin, kanë ndjekur edhe deklaratat edhe të Departamentit të Shtetit Amerikës. Në deklaratën e Departamentit të Shtetit Amerikës thuhet që, do më thënë, jo është hedhur ideja që aktor të sponsorizuar nga Irani mund ta kenë sulmuar Shqipërinë. Pra, deri më sot nuk është vërtetuar në asnjë mënyrë, në mënyrë shkencore, as nuk është pranuar nga Republika Islamike e Iranit që ishte Irani që kreu sulmin kibernetik. Por çfarë dim ne që nga ky sulm kibernetik kush përfitoi? Përfitoi Izraeli. Pse? Nga që pas këtij sulmi kibernetik Edi Rama i dorëzoi të gjitha të dhënat digjitale të shqiptarëve, të ashtë të quajturën mbrojtje kibernetike. Kujt? Izraelit. Dhe edhe tenderat e famshëm të Akshit me atë djalin nga Durrësi, harrova emrin, që fshihet në Dubai e tjerë, tenderat që u bën, vjedhjet masive që Spaku i ka gjetur, u bën dhe përfituan kompani izraelite. E dyta është që Shqipëria ka patur marrëdhënie të shkëlqyera me Iranin, krerë të Partisë Socialiste, sidomos kur kanë qenë në opozit, janë financuar nga Irani në Shqipëri. Kemi prova për këtë, po? Provat mund të gjenden shumë kollaj, do më thënë kemi që... Qëse ne themi që krerët Partisë Socialiste janë financuar nga Irani, ne duhet themi filani. Për shembull, kemi ish kryetarin e kuvendit, që Amerikanët e detyruan që të dalin në pension, familje e tij merrte diku te 10.000 euro në muaj nga fondacioni Rumi që ishte në Shqipëri. Kush kryetar parlamenti? Ish kryetari, Gramoz Ruçi, familja e tij, po, se i jepnin me qerat sa ambiente. Ky fondacioni Rumi kush është? Ka qenë një fondacion që ka patur një shkollë të mesme afër pallatit me shigjeta. Ky ka dhënë objekt. Shirazi, do të thënë Shirazi. Shirazi ka qenë Rumi, ka qenë Shirazi, ka qenë edhe Rumi. Kemi patur pastaj njerëz të tjerë. Po ka dhënë objekt me qira ky? Po, domethënë merrnin lek nga Irani.
Dhe përveç kësaj kemi patur edhe shumë akademik që nga sekretari i Akademisë Shkencave Qerësot, që punonin për fondacionet iraniane, janë paguar, dhe Irani, do më thënë, i është ndodhur afër Shqipërisë, sidomos në vitet 90, kemi që nga klinika iraniane që hapën iranianët këtu, kanë dhënë me mira bursa studimi për shqiptarët, dhe Irani aq shumë e ka nderuar Shqipërinë sa që një nga pullat kombëtare të Iranit është figura e Naim Frashërit. Më thënë, në Iran, kur shkon në postë, çon postën, një nga stampat është me figurën e Naim Frashërit, nga që ata e konsiderojnë Naim Frashërin si një figurë që ndahet dhe kulturalisht ndërmjet iranianëve dhe shqiptarëve. Pra Shqipëria ka patur marrëdhënie të shkëlqyera me Iranin deri në vitin 2015-2016, kur u bë ashtu e quajtura marrëveshje nukleare ndërmjet SBA-s dhe Iranit, dhe ku organizata terroriste e mujahidinëve, e cila kërkohej jo vetëm nga Irani, por edhe nga Iraku, Edi Rama ju vetë ofrua Amerikanëve që t'i strehonte mujahidinët këtu. Pasi i solli këtu mujahidinët... Sali Berisha dhe Edi Rama kanë... normale dhe Berisha i pranoi i pari. Po, i pari dhe kanë 35 vjetë që janë me Amerikanët. Dhe me Evropën. Ne tani është një gjë që nuk e fshejmë. Dhe ishin në Irak. Berisha... Ishin në Irak, apo jo? Po, ishin në Irak dhe qeveria e Irakut kërkonte ose t'i burgoste, se ata kanë bërë krime, kanë vrarë kurdë dhe arabë, se kanë qenë një nga falangat... Po ishin strehuar në Irak, apo jo? Në Irakun e Saddam Husseinit, se Iraku i përdorte si trupa terroriste. Dhe në bas shlirimit të Iran, në bas ndërhyrjes të Amerikanëve, ishin vendosur në Irak, apo jo? Po, bides kur Amerikanët hynë në Irak, bombarduan kampin e tyre Ashraf 2, edhe plagosën apo vran burrin e kësaj kryetare së kultit që është Mariam Rajavi. Tani, me sjelljen e tyre në Shqipëri në 2016, se atëherë ndodhi sjellja masive, qeveria e Ramos në mënyrë që t'i servilosej sa më shumë Amerikanëve, jo vetëm që i mirë pritja ata këtu, po i lejoj ata që të ndërtojnë një kampin Ashraf 3, kampin e Manzës, ku këta mujahidin në kampin e Manzës kanë të drejta ekstraterritorialiteti, të cilat edhe u konstatuan nga ndërhyrja e SPAK-ut në vitin 2023, ku atyre ju konfiskuan kompjutera, servera, me të cilat këta mujahidin sulmonin Iranin. Në vitin 2022, unë dhe gazetari Gjergji Thanasi i kemi bërë edhe një letër Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë, presidentit Ilir Meta, kryeministrit Edi Rama, ku e pyesnim a ka hyrë Shqipëria në luftë me Republikën Islamike, nga që nga territori shqiptar ishte e vërtetuar nga mediat ndërkombëtare që kryeshin sulme terroriste, kibernetike, për të cilën ne nuk morëm përgjigje asnjëherë, po një vit më pas SPAK-u bastisi zyrat e mujahidinëve. Tani, pra ju thoni që nuk ka asnjë arsye që ndryshe nga shtot zoti Nazarko që Shqipëria, Parlamenti Shqiptar ta shpallë Iranin, bëj rezolutën për të shpallur atë vend terrorist. Absolutisht jo. Sponsorizon. Sponsorizon terrorizm. Absolutisht jo, nga që, do më thënë, në historinë e Shqipërisë, Shqipëria asnjëherë nuk ka qenë në luftë me Iranin. Irani është në luftë me SBA-n dhe me Izraelin, ata e bombardojnë njëri tjetrin, por që Shqipëria të hynë në një konflikt të pashpallur, të pa dëshiruar, është diçka shumë e rrezikshme, e cila cënon sigurinë e 3 milion shqiptarëve, dhe qofse më lejon do ta sqaroj pse. Jo, do ta themi pak më pas. Në rregull. Të ndryjnë dhe kolegët e tjerë. Gjenish? Shiko, gjithë ne bjem dakord që konflikti ndërmjet Iranit dhe Izraelit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kthyer në një kolaps për vetë. Jo, po do zbresim në pjesën tjetër për këtë. Mirë. Pyetja lidhet me Iranin në shtet terrorist. Jo shtet terrorist, shtet që financon terrorizmin. Shtet që financon terrorizmin do të thotë është shtet terrorist. Jo, ka dallim të madh, domethënë. Ka dallim të madh. Nuk ekziston jo ve, po kokove. Jo, nuk ekziston ligji ndërkombëtar dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare termi shtet terrorist. Po shtete që financojnë terrorizmin ka pasur gjithmonë. Madje edhe Shqipëria dikur në kohën para 90-sh është akuzuar për financime të tilla domethënë terroriste. Po gjysmë terroristë ishim ne. Megjithatë, ajo që nuk kuptoj. Me paratë e Kinës.
Po çon terroristë në atë kohë. flamurin ton. Pak a shumë. Megjithatë, ajo që unë jam skeptik dhe jam kritik është çështja se sa i vlen Shqipërisë kjo. Sepse ti kur merr një vendimarrje, do shikosh interesat e tua. Zoti Nezarku tha, i është kërkuar Shqipërisë. Është shumë pikpyetje e madhe kjo. Kush e ka kërkuar Shqipërisë? Se nuk ka asnjë dhënë për këtë. Kush e ka kërkuar Shqipërisë? A ka ndonjë shkres? Sepse nuk ka kërkoj Shqipërisë dhe nuk ka referencë fare. Dhe ne dim gjëra të tjera që nuk janë kërkuar fare Shqipërisë dhe kryeministri shqiptar i ka bërë. Apo jo? Po. Siç ishte vizita që bëri në parlamentin e Izraelit Knesset. Në një moment të paduhur, këtu nuk ka të bëj fare çështja a duhet kemi as duhet kemi marrëdhënie me Izraelin, ha? S'ka të bëj fare ajo pjesë. Ne kemi zgjedhur Shkoi presidenti në disa. Po pra, e ke krahasu vete me kryeministin e Indisë. Interesat shtetërore janë më të rëndësishme se bukur. vlerësimet morale, apo jo? Bukur. Po kryesore e herë që nuk është kërkuar nga askush. E dyta, të shkosh ti bësh vizitë dhe ti bësh elozhe Netanyahu nuk është çështje të krahasohesh me modin, sepse ne nuk ikim te Unioni Indian, ne aspirojmë të bëhemi antar të Unionit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian i ka mbyll dyert për Netanyahu dhe për gjithë qeverinë e Netanyahut. E ka shpallur Kancelari gjerman. E ka shpallur Dhe kancelari gjerman. E ka shpallur njeriu përgjegjës për krime kundër njerëzimit dhe akuzon. Nuk shkon dot në asnjë vend. Vet Netanyahu nuk është i ftuar në asnjë nga kancelarit. E treta, kur flasim për aleanca, Izraeli se ka diçka. Kur flasim për marrëdhënie midis shteteve, marrëdhëniet janë bilaterale, mund të jenë dhe simbolike ndonjëherë, mund të kenë dhe pravavi gjeopolitike, mund të kenë dhe interesa ekonomike, janë shumë fishta. Po kur flasim për aleancën tonë me Izraelin, se është fjalë e madhe shumë aleanca, çfarë përfitimesh ka Shqipëria? Çfarë marrëdhëniesh kemi ne me Izraelin? Kush janë shifrat e këmbimit tregtar? Kush janë shifrat e investimeve? Ne kemi marrëdhënie modeste dhe jemi krenar për historinë e shkuar të shqiptarëve, që kryeministri i Shqipërisë e lançon në mënyrë shumë gabuar, sepse mbrojtja që i bën shqiptarët 3000 hebrejve është krenari për shqiptarët. Dhe janë borxhli hebrejt tek ne, shteti izraelit, jo ne tek hebrejt, se ne shesim sikur ne ja kemi borxhe hebrejve. Faktikisht ato na kanë borxhen. Dakor? Dhe për mendimin tim, dhe ai ndihmë që mbahet si një ndihmë e madhe e Izraelit kur njohi Kosovën, e njohti me një ngërt shumë të madh, sepse detyroi të vendoste ambasadën e vet në Jeruzalem, ndërkohë që gjithë vendet evropiane nuk e kanë vendos. Megjithatë, unë nuk mendoj që saktoi bombardimin e Serbisë. Kjo është gënjeshtër. Ai Netanyahu. Kjo është gënjeshtër fare. Ishte atje. Po kjo është gënjeshtër fare, sepse ne kemi pas një lob shumë fuqishëm që ka funksionuar në atë kohë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mas luftës Kosovës, fal sjelljet politikanëve shqiptar, u rrit lobi pro-serb dhe u dobësuam ne. Dhe meqense përmendë lobin zoti Nazarku, un kam frikë që lidhjet e Ramës, cilët një pjesë të madhe e tyre janë figura thellësisht me doktrina sioniste, po mundohen të dublojnë lobin tradicional shqiptar në Kongres. Kush është lobi në Kongres sot? Ne kemi vetëm disa sionistë që vinë këtu në Shqipëri, dikush merr këto pikat e ushtrisë dhe do të bëj fabrika për prodhimin e armëve. Okej, ti bëj fabrika për prodhim, se s'ka asgjë investim, po ku do shkojnë ato armë? Se implikohet Shqipëria, ne jemi në një moment shumë rrëmuj marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe Shqipëria i vend i vogël do të jetë shumë i kujdesshëm. Nuk ka si problem të shpallësh gardën republikane e organizatë terroriste. Po ti s'mund bashkosh Hizbullah, sepse Hizbullah lufton për çlirimin e tokave të veta. Është Izraeli që ka pushtuar Libanin. Dhe jo Libani Izraelin. Është Hizbullahu i cili pranoi marrëveshjen me presidentin Trump. Po ishte marrëveshje e njëanshme sepse Izraeli 4000 sulme bëri që nga ajo ditë. Pra njeriu që shtetit i cilit po serviret si viktim, nuk është viktim të paktën në këto 2 vitet e fundit, sepse flasim për këto gjëra. Okej, tjetër çfarë do thoja? A është politika e zotit Rama unison me politikën e jashtme të Unionit Evropian, se ky është përfitimi dhe përplasja më e madhe mendoj. Ideja për të bashkuar me Trumpin nuk ka asgjë të keqe, se ne kemi aleat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje krye aleat, absolutisht po. Po kjo s'do thotë që ti të fuzësh vendin tënd në një mollë sherrri midis Unionit dhe... Mos egzagjero vlerën e një rezolute. Si? Ose egzagjero vlerën e një rezolute që ka karakter deklarativ. Rezoluta e një parlamenti është dokument zyrtar.
Nuk ka dokument, është qëndrimi një shteti, nuk është. Komunizot ushtria jonë dhe përshkon në kratë Izraelit. Po kjo pra është historia. Kjo është historia. Përse kërkon të bëhesh gjigant kur je Liliput. Kjo është historia. Dhe ka vlerë simbolike. Dhe çfarë rrezikon Shqipëria më se ka diçka momentor. Nuk du t'i marr kohën. Irani ka kërcënuar Ukrainën. Garta republikane ne kemi diskutuar këtu. Pjesa që ka ardhur pas vrasjes Ali Khamenei është shumë më ashpër se sa pjesa që ishte. Dakor? Ka kërcënuar Ukrainën. Pse? Se presidenti i Ukrainës i ofroi dron dhe specialist Emirateve të Bashkuara. Vetëm sa i ka ofruar asistencë, asgjë tjetër. Tani me këtë rrëmuj, me këtë çmenduri që ti ke në Teheran dhe me këtë karshillëk krejtësisht pa nevojshëm, pa ta kërkuar askush. A mos po e tërheq vendin tënd në një luftë e cila nuk është e jotja? Çfarë fiton Shqipëria nëse dikush atje simbolikisht nisi raket këtu te ne? Çfarë do fitojmë ne? Përveç se do dali kryeministri shqiptar thotë ja ne jemi shpëtimtarët e botës? Ne jemi aleatët më të mëdhenj Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ne nuk jemi aleat më të rëndësishëm se Britania e Madhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne nuk jemi aleat më të rëndësishëm se Gjermania, Italia, Franca, se Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse çdo shtet i vlerëson aleancat në bazë edhe të peshës specifike që ka vetë. Ne vetëm një deklaratë, kaq. Po qëndrim zyrtar, po çfarë do të bësh? Se ka bërë asnjë vend i Unionit Evropian. Kaq. Baton? E ka bërë për të shpallur garda revolucionare, e ka bërë. Pse po e miraton kuvendis e njëjta pyetje këtë rezolutët, cilat janë argumentat dhe a jemi në një vend i sulmuar nga Irani se duke patur parasysh sulmet kibernetike që zoti Azergjiu thotë që nuk është e vërtetuar, thotë. Nuk është vërtetuar. Po. Atëherë s'paku kemi mundësi me Olsin mirë se erdhe në studio, se më duke ndonjëherë si është atmosfera shurdhër, kur bëje monolog se duhej të respektoheshe. Po, megjithatë, edhe sot ishe i pamshirshëm në ligjërimin tënd, në disa pika, por po mundohem që unë të flas si njeri i cili e shen një moment të rënd Iranin, por edhe më të rënd popullatën e Iranit para se të ndodhte lufta. Do të thënë, unë e kam përjetuar diktaturën edhe e kam përjetuar njeriun iranian. Respekt për gjitha ato që kam pa dhe për një histori tyre. Por, unë kam jetu në një regjim i cili e ka pas një diktator edhe që ka qenë i pamshirshëm, ma e ka qenë Milošević. Ti ndoshta e ke përjetuar Enver Hoxhën, por ja ke përjetu fundin ti. Por ajo që ka ndodhur në Iran, unë mendoj që të gjithë ne realisht do duhet të denonim gardën revolucionare. Dhe garda revolucionare e cila vret 30.000 njerëz, 25, 20... është fake news. Sa do që a i ka vra 10, 20. Po nuk është Izraeli garda revolucionare që të vrasej shumë njerëz? Mirë. Izraeli vreta shumë njerëz. Okej. E kam thënë që mendoj për Izraelin edhe për Gazën, nuk kam... Izraeli kryen kështu lloj vrasjesh, jo Irani. Pse duhet në këtë moment që realisht ta denojmë me një rezolut gardën revolucionare? Po pse gardën dhe jo IDF-in Izraelit, që vrau 100.000 njerëz? A do marrim qëndrim moral? Hajde e shpallim edhe Izraelin shtetë. Jo, të ndalim pak me të koncepti intelektual i gjenishit edhe koncepti shtetëror për cilën ai nuk foli. Po flasim për propagandën tënde, për ndjenjen intelektuale, por i pamshirshëm je në pjesën tjetër, se qa është shtetënore kur ti nuk e prek fare. Me qenë se po flasim për një shtet vogël çfarë është Shqipëria, e vetmja mundësi për në qenë pjesë e një aleance, pa syzet një aleancë me Izrael, me Iranin në këtë moment është e pa kuptim. Na mund themi që vuajnë popullata dhe si intelektual mund themi është gjë e keqe bombardimi. Por,
si varianti shtetënor i veprimit, unë nuk mund të thëmë që është gjë e keqe. Është geopolitik, është interes amerikan, është një përplasje e civilizimit dhe një përplasje për të krijuar rendin e ri botënor. Nëse na i konstatojmë këtu sene, pjesa intelektuale bjen, nuk ka kuptim më. Ajo është vetëm një Pjesa intelektuale do na kërkonte që mos ishim me kriminalët zionistë që kryejnë gjenocid. Mirë, të flasim. Do më thënë, ne duhet shohim këtu interesin kombëtar të shqiptarëve. A mundem të përfundoj me një fjali këtë pjesën e Izraelit? Pa tjetër. Do më thënë, me një fjali, e kam thënë në këtë studio, e kam thënë në studio tjera, në asnjë moment, kur në jetë nuk mund të përkrohu atë që ka bo Izraelin e Gaza. Sot e 1000 vjetë. Për arsye se këtë konkludojmë se do të bisedojmë këtu po. Dhe mbyllim muhabet. E mbyllim të bisedë dhe ndërkohë kemi këtë moment, Baton. Ne duhet ta bëjmë këtë rezoluta apo jo? Ja, për këtë desha me thënë. Po pra. Se duhet bërë rezoluta. Fuqia jonë është moralin në këtë moment. Nuk fuqi e cila realisht përcakton se fatin e Iranit. Larg asaj. Dhe gjithmonë risku është i madh. Por në këtë moment kur Amerika realisht dhe gjithë shtetet e Bashkimit Evropian e kanë shpall garden revolucionare si terroriste, sponsorizuesit e terrorizmit janë shtese jonet për cilën unë kam rezervet e mia për arsye se kanë të bëjnë me shtetin. Garda revolucionare mund të jetë gardë një grupi që udhëheq në këtë moment, por shenja e shtetit do mbetet shumë gjatë si dokument shtetënor i Shqipërisë. Pra, kjo rezolutë sot do thoja që garda revolucionare do të shpallet terroriste. Sot, me njerë. Asnjëherë nuk do thoja po i shteti. Shteti. Pra arsye se garda revolucionare Garda revolucionare e shtetit tani këtë mos. Jo, s'është. Është shtëpia shtetërore e Iranit. Mos i bie makina se shteti është problem. Koncept shumë i gjerë. Është problem, është mendoj. Mend të ylli 94-ën që kur ndodhi sulmi në Peshkëpi. Që Berisha e kërkoi OKB-s ta shpallte greqisht e terrorist. Kështu që edhe është përdorur si terminologji, por kjo është çështje tjetër. Jo, si terminologji përdoret, po. Se kemi kërkuar edhe na. Jo, me qenë se thaje miri që... Ja, në më thënë dokumenta ndërkombëtare, jo mentor. Dokumenta ndërkombëtare, ti s'mund ta shpallësh një shtet terrorist. A mund të përgjigjem argumente? Ne kemi kërkuar në fjalorin intelektual edhe në diskurs që Miloševiqi në shtetin serb me shpall shtet genocidal dhe terrorist. Nuk kemi arrit asnjëherë. Ne nuk shpallëm Serbin. Po jo, po nuk kemi arrit asnjëherë. Refuzum njohjen e genocidit. Je, po s'mundet. Serb, jo, atë mund ta bësh. Njohjen e genocidit serb Kosovë nuk ka asgjë. Jo, na mundemi ta shpallim shtet genocidal. A pranojnë ndërkombëtarët? Jo, shtet jo, se kisha të shtetit. Ky, domethënë, fal se ndërpreja fjalën zoti Axhiu. Domethënë, ka ngarkesa të tjera qëndrimi i Ramos, jo thjesht që lidhen direkt dhe vetëm me këtë çështje, po edhe qëndrimi i tij, domethënë, standardet dy fishta. Ne për shembull kemi qenë shumë herë më të interesuar dhe më të prekur, jemi prek direkt nga lufta e Kosovës, është pjesa jonë. Ka shumë rezultate, kjo është mitologjia. Më fal. Mua nuk ka shijuar fare, domethënë, më ka shijuar shumë keq. Refuzimi që i bëri kryeministri propozimit për njohjen e genocidit serb Kosovës. Nuk mundesh me bota. Njohjen e genocidit? Nuk mundesh. E bën gjithë bota. Jo, nuk mundesh ta bësh. Pse? Për arsye se do të shpallet një shtet që ka bërë gjenocid zyrtarisht. Zyrtarisht nuk kemi një gjë të tillë. Na në Kosovë themi që ky Serbia ka bërë gjenocid. Atëherë bota njeh genocidin serb në Bosnjë. Po. A po i njëjti shtet është? Po i njëjta Serbi është. Në Srebrenicë po. A dim se është konstatim ndërkombëtar. Po edhe ky është. Te Kosova nuk ka pas konstatim ndërkombëtar. Si nuk, ti okej, le konstatim. Ju vetë çfarë mendoni sepse jeni shumë i lidhur. Genocid. Kaq. Po. Çfarë do të penalizonte shtetin shqiptar, po them? E tash. Përkundrazi, mund t'i jepte shumë ndihmë, sidomos momentin që janë liderat e UÇK-s në Hag. Mund t'i jepte shumë. Ermir, ka shumë rezoluta, por rezolutat janë zhvlerësuara shumë. Ka shumë rezoluta që dënojnë Serbinë. Që nga 99 e këtej. Patjetër, po është tjetër gjë më o. Jo, ka 10 që dënojnë genocidin. Mentor, ngel në historia e genocidit nuk është një lloj.
Edhe të Srebrenicës, edhe të në Kosovë. Ja. Ja nuk ka në Kosovë. Shqipëria ka... Nuk ka fare rezolut, më vjen keq. Nuk ka rezolut që dënon gjenocidin Serb-Kosovë. Nuk e dënon Serbin si shtetë. Por nuk është problemi ta dënosh, ta njohësh, ma. Nuk ka nevojë fare dënosh Serbia si gjë. Të njohësh gjenocidin Serb-Kosovë. Do të ta verifikoj, ka rezolutas, mos bëj... Momentor, po pse prekemi kaq shumë ne për një rezolut që po na shpall gardën republikane që s'na intereso fare Irani, për hir vërtetës, është vetëm qendrim politik, vetëm qendrim politik, ndërkohë që Kosova pjesë e jonë më burri dhe. Është diplomatik. Po Kosova Ne kemi iranian këtu. Jo, më Iran nuk e kanë problemat. Ne kemi iranian këtu. Nuk e kanë problemat. Janë pjesë. O baton, nuk e kanë problemat pjesën o dha fare. Shpallë gardën. Po. Nuk kam asnjë problem. Shtetin jo, jam me ty. Shtetin, kujdes. Sepse shteti nuk është sot, ka vazhdimsi shteti, ka dhe histori shteti. Po mu më vret kjo pjesë. Pse nuk përdorit njëjtën standard për shpirtin tënd vëlla, për gjakun tënd, për shqiptarët? Ka shumë rezoluta, do t'i numëroj një nga një. Edhe pse Rama e tha një gjë. Me da në fjalinë e fundit. Rama e tha një gjë. Unë tha, nuk mund t'a quaj shtetë islamik se për islamin kam tjetër respekt, a je boni distancimi. Sigurisht. Dhe tha, shtetin homeinist të Iranit. Dhe deri diku ishe korrekt. Ja, te kjo pik ishte shumë korrekt. Kurse sa i përket Gardës Republikane, s'kam pik dyshimi. Tani, unë dua të jap disa argumente. E para, sikur e përmendi Gjinishi, sikur kryeministri ynë të ishte aq i shqetësuar për gjenocidet dhe për luftrat, pikës pari, a i do kishte kaluar në parlament rezolut që të dënonte gjenocidin sërb në Kosovë, që a i nuk e ka bërë. E ka bërë, si jo. E dyta është që duke shpallur... Jo, nuk mundesh me vazhdu, e ka bërë. Jo gjenocidin, për ka pas rezolut... Njohen e gjenocidin. Rezoluta fundit që bëri... Po se kemi bërë na mor burë. Jo, që propozoj... Po na si Kosovë s'kemi mujtë me bërë. Po që problem ka? Kosova ka kërkuar për arsye se së shtet, ka kërku nga Shqipëria ta qoj, po zbët e po, një shtet tjetër s'mund ta bëj. E dyta, Ermir, ta mbaroj. Nuk është çështje vllazërore kjo. Qa unë Shqipëria, pse se bën? Nuk është çështje vllazërore. Ndalon ligji, çfarë ndalon? Jo, nuk bëhet ajo. E dyta, nuk e bën pra, sepse po bëri atë, bën do atë që bëri me Vučićin para një jave. I drejtohet bashkë me Vučićin në Unionit Evropian për treguar që një lloj leadershipi këtu. Një minutë ta vazhdoj argumentin. E dyta, Irani gjatë konflikteve që kanë ndodhur në Ballkan, që nga lufta në Kosovë, në luftën në Bosnjë, ka mbajtur anën e myslimanëve dhe të shqiptarëve. Ne e dim që ishte ndërhyrja e Iranit në konfliktin e Bosnjës, ku iranianët thyen embargon, e cila i ndihmoi bosnjakët që ti mbjetojnë gjenocidit sërb. Mos kishte qenë ndërhyrja e Iranit në fillim viteve 90 që thyente embargon, sërbët do kishin vazhduar me masakrat e tyre kundër myslimanëve bosnjakë. Ku e ke këtë fakt? E ke gjithandej, është fakt ndërkombëtar. Kur nisën bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi në 1999, ndërsa Irani qëndroi në krahun e shqiptarëve musliman, asnjëherë. Qeveria e asnjëherë. Ka qëndruar. Jo, asnjëherë. Ka qëndruar Jo, nuk vazhdon tutje. Asnjëherë, mos jap informacion gabim. Ta mbaroj. Faktet, ti ke patur ndrim zyrtar fare. Ti ke patur luftë. Po më le ta mbaroj argumentin. Ke patur luftëtar të Gardës Revolucionare që kanë ardhur në Kosovë dhe kanë financuar edhe repartet të Ja refuzuar publikisht. U refuzuan. Apo vetëm diçka. Kanë ngelur lutem u refuzuan Qeveria amerikane. Tani ta mbaroj. Jo. Unë ta jap argumentin kur ti analizon diçka. Po më le të mbaroj. Jo, të lutem, nuk mundesh kur ti e jep një informat të gabuar pa referencë. Çfarë po ta tregoj ti? Kush është informata e gabuar? Se unë jam pjesëmarrës i këtyre ngjarjeve. Cila është informata e gabuar? Çfarë po ta tregoj? Në vitin 1997, mas takimit me State Departmentin ose me themi te njerëzve të CIA-s në Tiranë me UÇK-n, gjëja e parë, një pika e parë që është kërkuar, asnjë takim me organizma
iranian dhe të Po, arabisë. vërtet. Unë di edhe nga Se cia amerikane bën vetëm një gjë. Fotografia e parë. kontrollin e saj. Fotografia e parë që ka dalë. Pra, iranianët kanë ardhur të ndihmojnë kosovarët. Iranianët kanë ardhur të ndihmojnë kosovarët. Jo, asnjëherë. Në një kohë kur ministri i jashtëm izraelit e asaj kohe Ariel Sharon publikisht mbështeste Benjamin Netanyahu dhe protestoi kundër departamentit të shtetit amerikan duke i dënuar ata dhe tha ndërhyrja e ndërhyrja e Amerikës do bëjë një ta mbaroj idenë Batoni, por ndërkohë ke tre të ftuarit, Olsi që po thonë që ky është një mashtrim. Nuk është mashtrim. Po ta thonë tre, njosit iranianët kanë ardhur që të ndihmojnë Kosovën. Ka njohës më të mirë të Kosovës se këta. Janë refuzuar nga amerikanët. Jo, dhe nga UÇK-ja. Po shumë mirë që ka refuzuar, pse duhet ta refuzoni. Dhe nga disa deg të UÇK-s, sepse amerikanët nuk donin që konflikti këtu të bëjë si në Bosnjë. Ata donin që ta kishin në kontroll lëvizjen A di si po flet ti? Ti po flet sikur me qenë me iranian atje në mal, edhe i ke pa duke u refuzuar ose duke qenë prezent. Po jo më burr. Me gjitha të, të kjo pik, unë e s'po thëmë që ndodhë në Malezi, se e di ma mirë se une. Por unë jam pjesëmarrës direkt i këtyre qëra. Kur po flasë direkt, do me thënë, unë nuk guxoj me gabu, edhe nuk guxoj me të lanë ty me gabu në këtë pik. Se ka hap njëri këtë tezë. Se jam prezent. Po mos isha prezent, më largon nga studio, folë Po ju sa po e pranuat më që iranianët erdhën për të ofruar ndihmë dhe nuk i lanë amerikanët. A e pranuat se gjë? A e pranuat? As kosovarët thotë. As UÇK-ja direkt. As UÇK-ja thotë. Disa deg të UÇK-s. Ka pasur komandant të UÇK-s që kanë bashkëpunuar me iranianët. Asni. Okej, ta vazhdoj argumentin për... Unë s'me vazhdu argumentin kur e thut pa vërtet. Shefi Shikut. Tritan Goxha e ka thënë që ka qenë komandant në UÇK. Okej, A ka vënde... ta vazhdoj argumentin e... Falë Olse edhe një minutë, lutem. Me qenë se edhe fetarizohet dhe s'kemi ku të shkojmë. Ka i dallim në Bosnja. Ju thatë që në Bosnja ka qenë i angazhuar i Irani. Po, është e vërtet i ka qenë i angazhuar me shërbime, së është edhe i fuqishëm. Por, në emër të fesë në Iran, ato që shkuan ishin grupet selefiste, sunite. Nuk ka pas asnjë grup shiit në Iran, që ta pranojmë dhe këtë pjesë. Dhe kjo në një farë mënyrë, në Bosnjë po flasim. Ska patur. Dhe kjo në një farë mënyrë krijoi një shuplag Bosnjës pas përfundimit luftës, sepse leadershipi i Bosnjës filloi të kishte një afeksion për shkak të kësaj marrëdhënie që u krijuar, për kësaj këtyre gjërave dhe u la bosh. Dhe sot Bosnja në një farë mënyrë është bosh, ndoshta në shumë analiza edhe për kësaj qase që patëm gjatë luftës, sepse në vend që qëndroheshin nga nacionalizmi, ke shteti modern, ke angazhimi për Unionin Evropian, retorika e leadershipit Bosnjës pas luftës ka qenë retorikë shumë religjioze. Apo jo? Alija Izetbegović refuzoi të dorëzonte persona të kërkuar nga Europa, do t'i japim letrat, që ishin krejtësisht selefist dhe jo iranian, dhe i dërgoj gjithë në Malezi, mos gaboj, i dërgoj gjithë Malezi. Kjo është e lartë pamësia e luftës e UÇK-s. Po pra, kështu që mos dhe më thonë, Irani ka interes të futet në çdo kund, ku është përballë Amerika, po nuk ka qenë, nuk ka pas rol në konfliktet e Ballkanit. Kosovë absolutisht fare. Pra, ta vazhdoj edhe një herë linjën e argumentimit. Në një kohë që qeveria... Pak të argument. Se qësisht e argument. Ta konkludoj edhe... Pak të qësisht e argument. Dhe do dalë të rezoluta. Në një kohë kur... Po sa më shpejt të rezoluta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisën bombardimin e Jugosllavisë, ministri i jashtëm izraelit, Ariel Sharon, proteston kundër qeverisë amerikane, doli në krah të Miloševićit, duke deklaruar se kjo ndërhyrje amerikane do krijojë një shtet islamik në Ballkan. Kush e ka thënë këtë? Ariel Sharon. Hape telefonin edhe gjeje. Po në 12 prill 1999, Netanyahu ka pritur 102 refugjat kosovar dhe ka thënë pamje si këto na krahasojnë me Holokaustin. Netanyahu i Elie Wiesel që ka Netanyahu i priti këta kosovar pasi u bë fejt accompli nga amerikanët. Por mund ta kërkosh në Wikipedia sjelljen e Ariel Sharonit. Dhe në atë kohë Ariel Sharoni që ishte ministri i jashtëm u përplas me Madeleine Albrightin duke sulmuar atë publikisht dhe duke mbajtur anën e Jugosllavisë. Tani të dal tek rezoluta. Rezoluta që të mos shpërndajmë se kemi ardhur te pjesë tjetër, kemi luftën pastaj që është shumë e rëndësishme. Unë dua të them diçka. Duke shpallur Shqipëria Iranin shtet terrorist,
Irani do t'i përgjigjet Shqipërisë, sepse Irani është shtet serioz. Si do t'i përgjigjet? E para, edhe Irani do t'a shpalli Shqipërinë shtet terrorist, edhe Irani do t'a shpalli ushtrin Po ne lëna shpallë se si ne si Një moment, po pritë se Ke informacion? Më fal, do të tregoj implikimet që A ke informacion për këtë? Jo, logjika të tregon sepse Ja, logjika. Më fal, jo po prita mbaroj të lutem. Kur Shtetet e Bashkuara shpallën gardën revolucionare edhe organizat terroriste, edhe Irani shpalli ushtrin amerikane organizat terroriste. Ku janë implikimet? Implikimi është këtu, se në momentin kur Shqipëria merr këtë hap armisor kundër Iranit, Irani do t'i përgjigjet me reciprocitet. Reciprocitet, po? Tani, çfarë do të thotë kjo? Ku është implikimi? Jeta e 3 milion shqiptarëve në këto momente vihet në rrezik. Si vihet? Irani është shteti më i madh i lindjes mesme. Kushdo shqiptar që do të... Sa milion ka? 90 milion. 100 milion. Kushdo shqiptar që në të ardhmen do të shkoj me pushime në Tajland, do të vizitoj Indin, do të shkoj në Singapur, do të shkoj në Australi, avionët që shqiptarët do marrin, qofshin ata me Turkish Airlines, Emirate, të tjerë, të gjithë këta avion... Se ta dorëzojnë gjithë avionin ata për shkak se ka 2 shqiptarë aty? Një moment, të gjithë këta avion kalojnë mbi Iran. Ka filma, ka dokumentar se si Irani, vëndet nga shtetet armike, Amerikanët, Izraelitët, në rast se këta qytetarë hynë në Republikën Islamike, Irani mban peng dhe i përdor për të shkon mbyer pengje. Pra, i bie që unë, apo kushdo si puna ime si qytetar shqiptar, në rast se ne duam në të ardhmen të udhtojmë drejt Indis, drejt Pakistanit, drejt Tajlandës, drejt Indonezis, në rast se larg qoftë avioni ynë që ne udhtojmë ka ndonjë avari, se avionët kalojnë në hapësirën e Iranit, dhe avionët tonë do ulen aty, ne mund të merremi peng nga iranianët. Dhe iranianët e kanë politikë shtetërore. Kjo letërsi. Fal. Dhe iranianët është emergjencë. Po pra, është emergjencë. Është emergjencë dhe iranianët e praktikojnë këtë. Përgjithësi si rezoluta jone, edhe ai s'mban Iranianët e praktikojnë këtë politikën e pengmarrjeve. Ata marrin qytetar amerikanë. Sa po i ofendon iranianët? Dhe rëndove situatën në Iran. Kush ofendim? Ky është fakt. Rezoluto jonë një moment, unë po tregoj rrezikun që sjell kjo rezolutë. Një minut, lutem. Jo, një minut. Këta deputetët e mbaroj, ta mbaroj, të lutem. Po je shumë propagandus, po burr. Po çfarë propagandë? Unë po them fakti, ti po më thot propagandë. Po më le të mbaroj më burr. Si mundesh me qenë në studio edhe me thënë e marrin peng avionët. Qytetarët. Po le. Marrin, mor, se kanë politikë. Po jo, se është ofendim për neve kjo. Po çfarë është ofendim? Ai kanë politikë shtetërore, po prandaj Kë kanë marrë peng, valla, çin civil kanë marrë peng. Më fal, ç'a avioni kanë marrë peng? Kanë marrë diplomat për atë punë. Kanë marrë diplomat me 180, po. Puna është që Shqipëria, Parlamenti i Shqipërisë, ky kryeministri ynë që është një Caligula, duhet të sillen në mënyrë të përgjegjshme dhe të ndjekin interesin kombëtar të shqiptarëve. Iranit. Më fal, interesin e Iranit. Jo, të Shqipërisë, të shqiptarëve. Se nuk na afron në interes sot, nuk na afron me Iranin. Po. Se ti paraqitet të shkëlqyesh marrëdhënie normale. Më fal një minutë. Pra kemi pat marrëdhënie normale. Kemi patur marrëdhënie të shkëlqyera. Normale. Irani neve na ka mbajtur me bukë dhe në rast se s'na ka mbajtur me bukë. Kur s'na ka mbajtur? Neve na ka mbajtur me bukë. Të përmend të gjithë ata zyrtar socialistë i kanë mbajtur me rroga. Jo, nuk ka mbajtur që s'na kanë pat marrëdhënie interesi për kështu për të dhënë me qeran në kodi. Tani më lë ta mbaroj. Olsi. Shqipëria nëse nuk reagon marrëdhëniet ne bukë na kanë dhënë shumë, po jo Iranin. Jo normale, simbolik. Bukë na kanë dhënë, po jo Iranin. Maksimumi ka shkuar ministri i jashtëm. Kemi pas silloj marrëdhënie tregtare. Po kortezi ka qenë. Edhe ka shkuar s'ka asgjë. Irani, më fal, Irani në Shqipëri. E pakta që jetë sinik. Po e pakta jetë sinik edhe dasha keq. Ti foli gjysmë orë unë të ndërprej para si moment. Të lutem ta mbaroj. Irani në Shqipëri ka mbajtur me rroga me qindra hoxhallar dhe zoti Gjinishi e di nëpërmjet fondacionit të Kuranit. Irani ka financuar komunitetin musliman. Ka financuar medresen e Durrësit. Po ja ku ka ish kryetari musliman. Po pse pe bart fajsinë Kur ka firmos ato çfarë? Jo, Gjinishi. Medreset tona nuk kanë qenë as medresia e Durrësit. A mund të hyj tash? Jo pe barti fajsinë
Asnjëherë. Irani E ka pas një fondacion Kovajlan gjithë jetën. A më jetën. thënë diçka që s'është thënë ndonjëherë ose është thënë fare pak. Po pse nuk lini të marrë fjalën më zoti? Fal. Dakor. Unë po flas. Mbaroj se është e minorancë. Dakor. Olsi. Tani puna ashtu. Është e minorancë dhe duhet të lejosh. Shqipëria duhet sillet si një shtet i përgjegjshëm. Greqia nuk e ka shpallur Iranin shtet terrorist. Serbia. Atëre pyetja ime është shu, a ka vende të tjera në botë përveç Shërbave që e konsiderojnë Iranin shtet terrorist ose shtet sponsor i terrorizmit? Izraeli. Kush tjetër? Izraeli dhe Shëbaja, dy vende. Gardën revolucionare, po. Gardën revolucionare është Bashkimi Këtë Evropian. Evropa ka pas. Ajo që tha, Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian. Atëre gardën nga shteti. Atëre shtet sponsor i terrorizmit e pas ka bërë gjithë Evropa, thonë. Jo. Vetëm gardën tha. Vetëm gardën. Vetëm gardën, po. Ushtrin. Garda shteti është aty. Jo, nuk është shteti. Tani, ndërsa, dëgjoj, e pyetën Melonin përpara 2 ditësh gazetarët. I thanë, apo hyn Italia, do hyj Italia në konflikt me Iranin? Tha, jo. Sa po doli kryeministri i Britanisë Madhe, Starmer, tha, ne nuk do hyjmë në luftë me Iranin. Gjermania është shpallur kundër konfliktit që Trump i ka hapur. Franca kundër. Dërsa Edi Rama, me sa kuptohet për qëllime të tia personale, po luan pak a shumë Benjamin Netanyahu. Ashtu sigur Netanyahu i friksohet burgut për korrupsion në Izrael dhe për këtë arsye vetëm hap luftra, edhe Edi Rama, me sa duket, i cili vuan nga ankthi i burgosjes nga Spaku, është duke krijuar konflikte artificiale të cilat vojnë në rrezik jetën e qytetarëve shqiptar. Po e zëmë, unë jam një qytetar shqiptar që jam i pa angazhuar, unë nuk merrem me asnjë gjë, as me politikë, as një gjë. Pse vendi im duhet shpalli shtet armik një shtet që nuk më ka bërë ndonjë gjë? Do kryeministri të kalojë rezoluta të shpalli shtete terroriste? Shko edhe shpall Serbin, Greqin, me që se na kanë vratë ca çame edhe ca shqiptarë të Kosovës, po çfarë i ka bërë Irani këtij personi? Këtë duhet pyesim. Pse ky person krijon konflikte ndërshtetërore nga e cila Shqipëria nuk përfiton, se sigur Shqipëria të përfiton të ndonjë gjë nga shpallja e Iranit shtet terrorist, do ja bënim halal. Po e zëmë se duke e shpallur Iranin shtet terrorist, Amerika do të na japte neve 3 miliard dollar sigur jep Egjiptit edhe Izraelit vit për vit. Po pyetja është çfarë përfiton Shqipëria nga kjo? Shqipëria vetëm krijon armiqësi e para, e dyta, kryeministri Rama shkon kundër 70% të qytetarëve të Shqipërisë që janë mysliman, dhe myslimanët në Shqipëri janë me Iranin, mua më takojnë hoxhallare besimtarë në gjithë vendin, edhe më thonë, jemi me Iranin, por nuk flasim. Po bën propagandë më burrë, është e vërtet, propagandë. Bëti propagandë, i dhash punë, vazhdo. Po jo, më burrë. Jepi, bëti propagandë. Jepi propagandë, hajde. 2-2 dolëm këtu për rezolutën, a? Se nuk bëhet kështu. Për rezolutën në... Edhe vetëm një sharim. Kanada, do me thënë jeni... 3 shtete janë... Ylli, 3 shtete janë vetme. Unë ilustrova 3 shtete janë që kanë shpall Iranin sponsorizues të shtetin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Izraeli. 3 janë. Bashkimi Evropian nuk e bën parasysh se brenda normave ligjore nuk parashe që shtetet të shpallen organizata terroriste. Unë nuk e di e ka bazë... Gjermania, ka kërku Hollanda... Ja. E ka kërku Parlamenti... Organizata, nuk e di... Gardën e kanë shpall pjesën më madhe, nuk e di etash. Individ, ligjet e Bashkimit Evropian, shpallin individ dhe organizata... Dhe kanë shpall, sankcion. Dhe një prej organizatave që shpall terroriste, është edhe Garda Revolucionare. Të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Edhe tani po përgatisin një paketë sankcionesh. Por, na nuk e di a kemi bazë ligjore për Iranin që ta shpallim shtet terrorist. Nuk e di. Se nuk... Sponsor terrorizmi. Nuk e di. Qoftë se është vërtetuar që Irani... Nuk e di. Tashi se është propagandë burë, tashi se nuk ndodhë burë, nuk e ka bërë si vendi botës. Po them në qoftë se. Ore, historia është shumë momentore, edhe batoni e ndau dhe ne patjetër do ta lidhim, do ta ngarkojmë. Është tjetër gjë garda, tjetër gjë shteti. Ne po merremi me çështën e shtetit. Po shtetin po flasim pra. Po të them. Jo, gardën jemi gjithë dakord ne. Po të implikosh një shtet në aktivitet terrorist, ky është problem.
Vetëm 3 shtete e kanë. Unë vetëm ilustrova arsyet pse po kërkohet kjo. Unë mendoj që po kërkohet nga Po s'ke dhëna. nga kjo aleancë. S'ke dhëna, kush po kërkon? Ose nuk ka ndonjë motivim, nuk shoh ndonjë Por motivim kush e kërkon? brendshëm të Ramës apo Po të ky është qeverisë. justifikim propagandë tani. Dhe Se po flasim për propagandë. Ky është komplet propagandë. Nëse ke. Jo, nuk është propagandë. Kjo është propagandë sepse nuk ke referencë. Kush e ka dhe e di. O mendoj kush e ka kërkuar Shqipërisë më burr? Do ta shikojmë këtë, se kur të miratohet nesër, se kush Një lloj si shteti Bektashi pastaj kjo punë. Jo, do ta shikojmë. Do ta shikojmë. Kush po e fiton luftën në Iran sinkron... Ta mbyllim qito, se... Atere, ta mbyllim po? Gjë, vetëm thoya diçka. Irani, Çfarë është shkurtë? çështjen e ka financuar Xhallari Banu nuk e di. Ermiri mund ta Mund të trajtoj. them dy fjali? Është përpjekur, Mbarove pra. është përpjekur që ta vendosin në kontroll komunitetin bektashian. Unë jam dëshmimtar që kur ka qenë Baba Reshati, ka patur problem shëndetësor, duhet bënte ndërhyrje në zemër, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë investuar që ai në asnjë mënyrë, ata kanë ofruar mos shkojnë në Iran për ta bërë operacione, sepse mendojnë që dhe mund ta eliminojnë. Edhe kjo është e Dhe operacioni është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Ohio, dhe mbuloi ambasadën, dhe mbuloi Shteti Amerikan. Po vdiste gjatë operacionit o Olsi tani? Se ka qenë ja, po ta thotë, ai thotë është i vërtet. Ka qenë shumë është korrekt ajo. Atere të ikim Të këtu. bësh fjalë kush do merrte leadershipin e Atere nga dy fjalit gjithë. dhe mbuloi komplet shtëpia e bardhë atë. Po, bra. Madje babai Zotë Jazeti, ju mendoni që kjo rezolutë nuk duhet të bëhet. Kjo rezolutë nuk duhet të bëhet. Nuk ka kuptim toni ju. Është rezolutë shumë e rrezikshme dhe unë do doja ti kujtoja kryeministrit Rama Shumë shkurt. atë filozofinë e karmës. Në Kosovë, kryeministri Hashim Thaçi, një javë përpara se ta arrestonin dhe ta çonin në Hag me urdhër të amerikanëve, qeveria e tij shpalli Hezbullahin organizatë terroriste, pasi e shpalli Hezbullahin organizatë terroriste me urdhër të amerikanëve dhe izraelitëve, amerikanët i vënë prangat dhe hodhën burg. Unë uroj që e njëjta karmë mos ta ndjeki edhe kryeministrin Rama, që pasi ta kaloj rezolutën mos përfundojë nga një fjali fundit për atë që shtroi zoti Nazarku se është e rëndësishme. Lidhur me çfarë? Prishe misionin. Sa më? Po se po kalove prapa tjetër, nuk ka njëri vëmendje. Po kërkoj këtë gjë, thuaj pra. Atëherë, Irani nuk ka financuar asnjëherë komunitetin musliman shqiptar, jo pse ishte sunit, se ka tentuar pafundësisht. Po distancimi i komunitetit musliman, dhe unë kam qenë prezent para 25 vjetës, ka pasur vetëm një referencë. Shiizmi i Iranit nuk është shiizëm doktrinar, por shiizmi i Iranit është shiizëm politik. Dhe ne kemi parë si Islamin politik, e kemi para ty. Ndërkohë që nuk pra islamin realisht islamin politik e kemi para ty. Të ndalojmë. Kaq është, nuk ka asnjë financë. Ke një fjali zotëri të fundit edhe një e theti, konkluzion. Duhet ta bëj apo nuk duhet ta bënte. Nuk duhet ta bëj këtë. Dhe po vazhdojmë me këtë politikë, do të tërheqë Shqipërinë në një mentor the nuk duhet ta bëj. Unë mendoj që ka vlerë simbolike, nëse ta kërkojnë aleatët, ne jemi rreshtuar me këtë aleat. Duhet ta bëj. Bashkuat Amerikës. Me Izraelin, kurse me Iranin është Serbia, është Rusia, është Kina. Ne si jemi me ta, që thjesht. Jo skemi, jo, nuk hym në debat. Pjesa e rezolutës duhet të jetë vetëm për gardën revolucionare. Nëse bëhet ndryshe, atëherë është pjesë e aleancës SBA Izrael-Kanada. S'na pyetë propozitën që s'ka për të marrë kush po e fitojnë luftë urdhro? Opozita nesër ka thënë s'merr pjesë në këtë diskutim për rezolutën. Për Iranin. Pra i bie që edhe opozita ka 100 vjet që s'merr pjesë pas gjë këtu më. Dakor. Tani çfarë do bëjmë ne aty? Ishte thënë pro, por pastaj ka thënë që s'do marr pjesë. Po thuaj pse? Jo, nuk e di. Po s'ke të dish mos ai edhe vetë nuk e di pse e ka bërë. Tani kush po e fiton luftën në Iran? Sinkron Trump për luftën. E ka ndryshuar pak opinionin Trump, nuk thotë që mbaroi, lufta ka mbaruar, por thotë humbi shumë thella, se sinkron. Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks. We've also attacked the places where they manufacture the missiles and the drones. More than 100 Iranian naval vessels
have been sunk or destroyed. As you know, we attacked Karg Island and knocked it literally, destroyed everything on the island except for the area where the oil is. I call it the pipes. We are aggressively dismantling Iran's defense industrial base and ability to rebuild its missiles and drone capabilities, and we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships. We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait. Some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us. Iran has always used that as an economic weapon. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. Some countries where we have 45,000 soldiers, great soldiers, protecting them from harm's way. Well, would rather not get involved, sir. I said, for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor. Very few shots going to be taken because they don't have many shots left. Pra, ndoqët, presidenti Trump ka shpallur sukses të madh në luftën në Iran, çfarë po ndodh në realitet, a kemi vërtet një sukses amerikano-izraelit në këtë luftë? Më 9 ditë e para, si sekretari i parlamentit të Iranit tha, në 9 ditë Trumpi tha 10 herë lufta ka mbaruar. Por tani ka ndryshuar metodologjinë dhe thotë luftën sukses i madh, domethënë goditje të mëdha të gjitha dhe normale duhet jenë këto. Çfarë po ndodh në realitet gjinish dhe pastaj? Atëherë ne kemi thënë edhe ndoshta në diskutimin e fundit këtu kush ishin skenarët e mundshëm për mbylljen e luftës, dhe një nga skenarët ishte pikërisht kjo pjesë, një shpallje e njëanshme e fitores. Ashtu sikur se kemi diskutuar dhe unë qëndroj njëjtit mendim që këtu nuk ka humbës kuptimin klasik që Irani të mbund Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e kundërta, nuk ndodh. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara janë një fuqi globale shumë e madhe. Çështja është që objektivat që vendosen Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk u arrin. Dhe për Iranin, edhe nëse shkatron gjithë Iranin, gjithë infrastrukturën, naftën, ushtrinë, mjafton mos ndrosh regjimin dhe Irani e konsideron fitore këtë pjesë. Tani, çfarë po ndodh eksaktësisht? Ndërkohë që ne po flasim dhe njëra palë shpall fitoren, pala tjetër, Larijani, për shembull, që është një nga figurat qendrore të iranianëve këto kohë, thotë lufta do vazhdojë dhe luftën do ta mbyllim ne. Dhe nuk pranojnë bisedime direkte ose mbylljen e luftës me një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa pas palë të treta, dhe këtu nuk kuptohet qoftë Rusia, qoftë Kina. Du një lloj Rusia. Jo, Kina unë mendoj më përpara. Po, Rusia dhe Kina, sepse Kina ka më shumë interese ekonomike. Megjithatë, ajo që më bën përshtypje mua, zoti Rakipi, është çështja e Hormuzit, sepse gjithë përplasjet tashin po mbyllet tek Hormuzi. Çfarë po ndodh me Hormuzin? Domethënë, janë 7.7 miliardë. E kam pyetje këtë unë. Po kjo është kryesore. Kemi parë presidentin që thot fituam luftën pastaj bën thirrje botës që ndihmoi për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Po, ka thirrë botën në ndihmë që të hapet ngushtica, madje tha që dështimi në sigurimin e ngushticës së Hormuzit do të jetë shumë keq për të ardhmen e NATO-s. Domethënë kërcënoi në mënyrë indirekte edhe NATO-n. Po vazhdoj këtë pjesë. Po vazhdoj bashkë. Aleanca e Hormuzit që ftoi presidenti Trump deri tani është një aleancë komplet e dështuar, sepse ai bëri thirrje BE-s, Azis, vendeve të gatishme dhe asnjë shtet nuk është përgjigjur deri tani. Asnjë shtet. Fare. Megjithse në deklaratën e tij që sapo ndoqën, presidenti Trump thotë që ka shtete, nuk ka asnjë. Jo vetëm kaq, po BE-ja doli me një qëndrim teknik, shumë më tepër se politik, që çlirimi dhe siguria e Hormuzit është i pamundur teknikisht, sepse duhen, sipas ekspertëve gjerman, ushtarak, duhen 50 anije lufte për të siguruar 3 cisterna. Ndërkohë që aty kalojnë 100 cisterna në ditë. Pra është krejtësisht e pamundur nga ana teknike. E dyta, aleanca që bëri Bashkimi Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të menaxhuar detin e Kuq në përplasje me Houthët dështoi gjithashtu.
është e pamundur teknikisht të arrihet. E dyta, ajo që është e rëndësishme është kjo, do thoja unë, që presidenti Trump, nga një njeri i cili deri dje kritikonte vendet anëtare të NATO-s, kritikonte Unionin Evropian, kryesisht për politikat monetare, por jo vetëm, tani BE-ja dhe NATO po refuzojnë qëndrimin e presidentit Trump. Unë mendoj që ky është momenti më i vështirë i presidentit Trump. Madje kishte një shkrim foreign policy para disa ditësh dhe thonte politika jashtme e presidentit Trump, të cilën administratën e cilës ai cilësonte më të dobët në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra politika jashtme e presidentit Trump dhe lufta në Iran mund të nxjisë rënien e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Situata faktikisht e Shtetit Bashkuar të Amerikës me alatet e saj është pothuajse e ngjashme me luftën e Irakut kur presidenti ishte Bushi. Megjithatë herë paktën mori mbështetjen e Britanisë, sot doli Britania nuk e jep mbështetjen, deri tani nuk ka asnjë shtet, ndërkohë që pakënaqësia brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës është rritur, një poll i djeshëm tregonte shifra shumë më të thella për pakënaqësinë, 73% të amerikanëve janë kundër luftës në Iran. Kështu që mendoj që presidenti Trump në të gjithë analizat, me gjithë dëshirën tonë për aleatët tanë të fort, zotin Nazarko, politika e tij nuk e ka forcuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është futur në një kolaps që me presionin e specialistëve ushtarak të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duan patjetër të gjejnë një rrugë dalje, problemi i madh është se si do jetë rrugë dalja. Shtetet e Bashkuara nuk mund të dalin nga ky konflikt i humbur totalisht. Dhe ky është problemi më i madh. E dyta, në momentet që ne flasim, kanë dështuar intelektualët ndërmjetëm Turqia, Rusia, Kina, Omani, vendet e rajonit, dhe vendet e rajonit po i drejtohen për herë të parë sot dhe dje direkt Iranit, për të bërë një marrëveshje të paqe në të mirën e të gjithë rajonit. Ndërkohë që kanali 12 izraelit para se të vinë në emision tregonte se Witkoff dhe Irakxhi, ministri i jashtëm i Iranit, kanë filluar komunikimet e tyre për të diskutuar për gjetjen një formule për vendosjen e paqes. Nuk lidhet direkt me këtë, por mbi rrezikun e perceptimit luftës, për herë të parë është goditur nga Irani centrali Dimona. Domethënë lufta Irani, garda republikane është ashtu siç e kemi thënë dhe siç e parashikuam, është shumë e ashpër, ka kërcënuar, nuk ditë të tërhiqet. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli do godasin rafineritë e naftës dhe Haraxhin, këto do godasin rafineritë e naftës të gjithë rajonit, interesat e kompanive amerikane në të gjithë rajonin, por dhe objektiva strategjik në brenda Izraelit. Dhe Dimona ishte një problem shumë i madh dje dhe ka krijuar një alarm shumë të madh. Kështu që mendoj që lufta nuk do zgjasë siç thonë 4 javë, 6 javë, dhe gjithë kleçka është se si do zgjidhet çështja e Hormuzit. Kleçka, pra sekreti thua ti dhe gjithë kthembra e Akilit thua ti, është kanali i Hormuzit. Që duhet të jetë marrëveshje më e madhe. Është kanali i marrëveshje më e madhe dhe një përfshirëse. Po tani shigjeta ka dalë nga arku, duket. Olsi? Unë mendoj që lufta po shkon shumë mirë për Iranin, nga që Irani, do më thënë... Tadhe si tani? Përdra? Tadhesh apo? Jo, jam serios. Më mirë para se ti bombardonin. Jo, digjo, Irani, lufta ndërmjet Shëbas me Iranin nuk ka nisur sot. Kjo është oksimoron, kjo edhe luftë dhe mirë nuk shkojnë bashkë. Kjo luftë nisi në vitin 1979, që nga momenti që Ayatollah Khomeini përmbysi Mohamed Reza Pahlavi, i cili ishte kukull i Amerikanëve, Amerikanët e kanë vënë Iranin nën sanksione, i vërsulën Saddam Husseinin, që bën 8 vite luftë, sponsorizojnë... Për kuriozitet, Enver Hoxha e mbështeti ardhin e këtyre... E Khomeinit, po. Në librin Shënime për lindjet mesme, Enver Hoxha e lavdron Khomeinin dhe revolucionin islamik të Iranit. Dhe, do më thënë, iranianët, unë besoj që ishin duke pritur për këtë lloj momenti, nga që në qofse deri në datën 28 shkurt Irani ishte në ato që quheshin the nuclear sanctions, apo sanksionet nukleare, apo totale që Amerikanët i kishin vendosur iranianëve, ku iranianët nuk shisnin dot, kishin frikë edhe kur shisnin naft, nga që Amerikanët i rrëmbenin cisternat,
mobilizuan gjithë Tani opinion. janë të lumtur se janë mbysin. Tani janë të lumtur sepse është Irani që kontrollon naftën. Deri në datën 28 shkurt ishin Amerikanët që konfiskonin. Pas po shesin Iranianët tani po shesin dhe Iranianët kanë mbyllur rubinetat e naftës së vendeve arabe dhe duhet kuptojmë diçka që perandorin amerikan. Ata kanë dhe tuba të tjera, arabët. Por 20% e naftës botërore. Kanë dhe 2 tuba të tjera. Por ato tuba nuk mjaftojnë dhe duhet kuptojmë. Po shikoni dëshpërimin e Trumpit i cili në deklaratën që dha përpara pak minutash tregonte dëshpërimin e tij ku ankohej pse vendet e NATO-s nuk po ndihmonin, ai po i kërkon ndihmë Kinës, Japonisë, nga që thjesht matematikisht dhe ushtarakisht Amerikanët nuk e kontrollojnë dot kanalin e Hormuzit. Çfarë po bëjnë Amerikanët që nga data 28 shkurt, kur ata ju bashkuan agresionit të Izraelit kundër Iranit, janë thjesht duke bombarduar objektiva ushtarak dhe civil, po vrasin gra, fëmijë ushtarak, po bëjnë atë që Amerikanët bëjnë gjithmonë, që bëjnë terror shtetëror dhe vrasin njerëz të pafajshëm. Por, Irani çfarë po bën në këtë momente, po bën atë që në gjuhën diplomatike quhet war of attrition, apo luftë shkatërrimtare. Dhe ne dim nga historia për shembull që nga lufta në Vietnam, lufta në Afganistan, popujt më të vegjël, perandorit nuk i mundin dot me superioritet teknologjik, nga që Amerika dhe Izraeli janë fuqi nukleare. Sa po Rusia, falni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë hequr sanksionet për naftë dhe gaz Rusisë. Dhe domethënë dhe kjo është një setback apo një tërheqje amerikane. $100 milion fitim Rusia në ditë tani. Dhe jo vetëm kjo gjë, por si ndryshon aleancët? S'ka aleancët për ershme, kur? Jo, s'ka pun aleancë, po njeri që po vret, po e mbyt, ka mbushur në gjak Ukraina. Që e shkatroj Ukrainët gjithë, dhe ne jep 100 milionë ditë në naftën, dhe i bie aty tjetrit, Allah është kjo punë. Një nga arsyet pse kryejmë... Shumë e habitshme është. Një nga arsyet pse... Sepse me këtë, me blokimin e Hormuzit, çmimi i naftës ruse është i lartë, kështu që kjo është një masë që synon ta uli. O zotri, nuk është drejtare, është çështje politike. O zotri, është edhe politikë. Vendim politik. Irani është, po themi, o zotri, një sekundë. Irani është vendi më terrorist, ja ta themun kotë, më thënë, gjithë linjes me. Njeri në Shqipëri, vendi më terrorist. Rezolut. Linjes largët, linjes mesme sështë. Se më bënin vrejtje dhe përorësin që nuk është linjën e mesme, është në Gadish. Po. Po Rusia? Një sekundë. Tani kemi një vend që po e mbyt në gjak Ukrainën dhe ti i jep 100 milionë në ditë. Dhe vete vret ata atje, i vret në shtëpi e ditë. Dhe është dhe aleati Iranit. Dakor, është diktatorë. Dhe aleati Iranit dhe kanë ndihmuar Iranin, kanë ndihmuar një tjetrin si Kadashevi. Këtë si ta kuptoj unë, ama spjegon njëri nga ju, aman se më dhëm kokan që se kuptoj. Politika është kurvë. Dhe do më thënë, kjo që po bëhet, është thjesht kurvëri politik. Kjo intelektualisht që e kritikë. Jo, pritani se është shumë abit. Jo më kritikë, se kam të kritikë. Qofë se ne i shikojmë gjera. Unë Amerikën jam, o zotri. Jo, këtë jam i abitur se që po ndodh. Ne nuk dim a është Trumpi me Amerikën. A është Trumpi me Amerikën, se tani ishte të mbashë Rusinë. Nga narrativat që konvergjojnë dhe një pjesë këtu e kolegëve këtu, është kjo, dhe më dhe që Amerika po dopsohet dhe dikush të është që mund shkatrohet. Po kjo është narrativ, ose që ka frymëzim propagandistik, Foreign policy bën analiza dhe studime, nuk është unë të referova. Ose është një pale brenda amerikane, cila është krau demokrat, ose është analizë e cila merr konsiderat vetëm disa elementë. Po pse më mentor tash se po flas. Ti mendon që Amerika mbështeti Ukrainën dhe tërhiqet nga Ukraina dhe bëhet më e fortë? Jo, një sekond, kush tha? Brenda kësaj presidence, ai ka nxjerr kinezët edhe rusët nga Venezuela, nga Kuba, nga Panamaja, po i nxjerr edhe nga Irani. Sepse varet se cili është objektivi. Cili është objektiv, po vetë të që kanë filluar që të komunikojnë Vitkofi me ministri i jashtëm. Pra, lufta, kinezët janë të shqetësuar, ai kërcënoi dhe ata, e tha ndoshta do ta shikojta mundësinë e vizitës në Kinë në fund të muajit. Pra, nuk është leximi i pjesshëm, edhe kur është i arsyeshëm, nuk të nxjerr përfundime të sakta. Domethënë, është një Amerikë e cila me gjas
mu për shkak të situatës vështirë që ka patur para se të vinte Trumpi, mu për shkak të krizës ekonomike të krijuar nga demokratët, nga qeverisë të tjera, ka drejt Batoni që thotë ne edhe kur duam bëjmë analizë nuk heqim dorë, unë po them, se se kam ty, nuk heqim dorë nga propaganda nga çik. Tani historia nuk është kaq e rënduar burri dhe atë. Në strategji, në dokumentin strategjik të shtëpisë Bardh deri para ardhes presidentit Trump, që ka një vit e ca, domethënë, Rusia u shpall si vend jo mik i Shtetet Bashkuara të Amerikës. U bën gjitha luftë, u bën gjitha ato sanksione. Ukraina u mbush me armë dhe gjithë bota me të drejtë qëndroi në krahun e Ukrainës se pat një agresion të papar. Ndërkohë që kjo përmbysje e pa kuptim fare. Kjo nuk ka të bëjë me tregun e naftës fare. Kjo nuk ka të bëjë fare me tregun e naftës. Është ajo që tha Batoni më. Është një periudhë tranzitore ku ne nuk e dim akoma si të formohen koalicionet e mëdha botërore. Dhe kjo lloj përmbysje tregon krizën e madhe që kanë fuqitë e mëdha. Se s'mund ndryshosh brenda 24 orëve nga vend armik në vend mik me Rusinë. Kjo përmbysje nuk ka ndodhur. Është 100 milionë. Po që sanksionet, o mentor. Edhe një herë fiton $100 milion në ditë. Edhe një herë. Aparati ushtarak i Rusisë. Është aleati numër 1 i Iranit. Po të analizosh vetëm element të pjesëm, vetëm copza, arrin në këtë përfundim. Po mirë, janë vërteta këto? Një sekondë, jo, po janë vërteta këto? Janë vërteta, po analiza është më e ftohtë se sa kjo qasje. Kush është analiza e ftohtë? Analiza e ftohtë është vetëm me goditjen e Venezuelës, e Panamas, e Kubës, po flisja për Rusinë, po flisja për Rusinë. Dhe edhe të Iranit, Rusia edhe Kina janë të goditura, pra Rusia po fiton më mentor, që po goditet? Kjo është qasje propagandistike, sipas cilës Trumpi është pro-rus. Ndërkohë, kur ai është duke goditur 4 shtete, në fakti ka vendosur në kontroll 3 prej tyre, Panaman, Venezuelën dhe Kubën, që i kishte mund shtëpitë vet. Po shumë mirë ka bërë më burrë, shumë mirë ka. Dhe Ukraina është duke mbështetur dhe ti je duke njohur çfarë është të mbështet Ukrainës më thuj pak. Ka heq dorë totalisht nga Ukraina, po totalisht. Ky është leximi që është i njëanshëm. Jo, ky është regjimi referencë. Nëse ke referencë, më jep referencë. Ja po ta jap referencë. Referenca është kjo. Çfarë ndihmë ka dhënë? Bisedën e fundit, ndihma vazhdon, ajo që ka qenë. Fare zero ndihmë. Ajo që ka qenë është, çfarë ndihmë? Ja, një sekondë. Biseda e fundit e Putinit me Trumpin ishte që Putini u zotua që do të tërhiqej nga gjithë këto zonat me përjashtim të Donjeckut. Ishte i gatshëm ta mbyllte. Kjo është arsyeja pse Trump ishte nervoz dhe me Zelenski. Duhet mos ta injorojmë, mos ta shpusim nga analiza në këtë moment. Pra, a është mirë për Ukrainën? Kjo është pikpyetja. Po atëherë do shkojmë në një temë tjetër. Humbi 20% territorit Ukraina më mentor. Humbi 20% territorit. Kuptoj, po këtu është konflikti Rusi-Ukrainë. Pra, Ukraina duhet mendoj, a duhet ta lej këtë pjesë të territorit në cilën banuar nga shumica ruse. Ukraina është e braktisur, më ndje veten të braktisur tani. E kuptoj. Ne gjithë e shtym Ukrainën, hajde se po shpëton gjithë perëndimin, ndërkohë që e shitën. Nuk është vetëm për hir të vërtetës, nëse do ta edhe ai është i zëmruar edhe me Bashkimin Evropian, nuk është vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nuk mendoj që situata është kjo që paraqitet nga agitatorët demokrat, o nga mediat demokrate që janë kundër Trumpit, që e paraqisin sikur me ardhin e tij Amerika po do psohet, ai ishi vendosur kontrollin rus. Ndërkohë kur s'është e vërtetë. Kanë gabim amerikanët. Lufta ndaj Iranit. Nga me ty më amerikanët kanë gabim, ne e kemi në rregull më. Ajo që the ti, Trumpi ka prishur atë që ka qenë paradigma e Trumpit parë. Që është tërheqja nga konflikte. Tërheqja nga konflikte. Del 5 herë në ditët e përgënjeshtron veten e tij, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë amerikane të ketë një president tillë më të. Dëgjoj, kjo është ka pikë serioziteti. Kjo është merresh vetëm me komunikimin. Në pikpamje të komunikimit, ata kanë zgjedhur, trajner futbolli burr. Ata kanë zgjedhur Trumpin, vetëm e kanë zgjedhur Trumpin që të komunikojë. Ai ka ndikim. Edhe plus, edhe minus, edhe kundër vetes. Është në komunikim, nuk është në strategji. Lutem. Atëherë, unë që nga fillimi, unë kam një rezervë për politikat e Trumpit, dhe unë nuk e kam shef, e kam thënë publikisht. Por, ajo është presidenti një superfuqie, edhe do të respektojmë fuqinë e tij. Nuk mund ta menjanojmë dhe intelektualisht nuk evitojmë betejën nëse domethënë eliminojmë si njeri që nis luftra
dhe nuk e din fundin. Tash, ajo që unë mendoj është kjo. Unë e kuptoj që Trumpi dhe Republikanët dhe Pentagoni në këtë moment veprojnë geopolitikisht. E dojnë gjithë energjinë për vete në lindjen e mesme. E kuptueshme. Dhe kur e donë gjithë energjinë në kontroll, edhe i kthehet vitit 1974, më duket është 74. Petrodolari. po, ajo marrëveshja me dollarin, mendoj që Kina pe bën diverzionin e parë geopolitik dhe të rendit tri botror. E don Juanin gjithashtu pjesë të një valute që blen E kërkoi Irani sot. Do fusim Juanin Paramendoj, po. gjithë vendet arabe që transaksionet që kalojnë në Dhe mos harro, kjo nuk është vetëm me fut Juanin mrenda një pse ka rreziku Trumpi ka shumë. Nuk është vetëm rreziku që Juani bëhet pjesë e valutës ndërkombëtare. Është me BRICS. Jo, ka provu me BRICS. dollarit. Nuk ka arrit. Por, nëse Juani hynë si pjesë, si valutë që e blen naftën, mos harro, inflacioni i madh për Amerikën është i domosdoshëm. Amerika nëse humb këtë betejë, dhe me thonë e humb betejën e fuqisë botnore. Pse e bona këtë parantezë? E bëra këtë parantezë se kjo humbje betejës geopolitike e shkakton një frikë brenda republikanëve dhe gjithë njerëzve që merren me geopolitikë. Pse frigohen të kjo? Nëse kemi offer, idenë që rendi i ri botror do të krijohen me Juanin edhe me dollarin si ekuilibër ekonomik, unë mendoj që Amerika Ka humbur. e humb betejën. Absolutisht. Por, ata të cilët janë atje lartë, unë nuk e besoj që do e lënë. Që do e pranojnë këtë pjesë. Do e pranojnë. Dhe ku shkon kjo? Shkon në ashpërsinë e bombardimeve që mund të përdoren gjëra që janë të palejushme. Unë nuk po them bomba atomike, por të shkatërrohet gjithçka që, siç tha dhe vetë Trumpi, mund të përdorin. Në naftës me shkatru do 30 vjet ta marrin. Dhe ajo që kur ti provon me shkatërru ajo është ndjenjen të cilën unë e kam pas kur kam qenë i pushtuar, ti nuk zgjedh mjete për me shkatërru tjetrin. Jo, po i zgjedhin ata. Jo. Se atë ish ulli kargë aty, vetëm infrastrukturën ushtarake bombarduan ata. Në Fiat Synë Globo të nafta. është ai. Të nafta Ta përfundoj mendimin. Ku janë dy pyetje tjera që kam. ku janë tri problemet që po na lindin? Një, po na lindet një poli 4, që është Bashkimi Evropian, që deri me tash ka qenë një pol bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky refuzim. E dyta që është. Pra është refuzimi deri tani qartë i Britanisë. Jo, i gjithëve, i Edhe gjithëve. BE-s. Gjithë komplet. Britania dhe BE-s. E treta. Po në krye Britania dhe Gjermania. Pa gabimit të Mos në rolin e NATO-s ta të përfundoj. Ormuzit. Ta mbaroj se është interesante. Çarje. Pa marë parasysh që mund të ketë Trumpi politikat gabuara. Sa një operandorit, kush do që vjen. Edhe Trumpi mund të shkatërrojnë NATO-n për faktin se e kërkojnë ndimen e një organizate ku Amerika ka investuar Investimi më të madh. më të madh Edhe tani. dhe nuk e ka. Dhe aje që unë e frigohem në këto situata NATO-s. është pasoja e parë është kjo. Kjo është. Mos flas për pasojat të cilat lindin pastaj në raport me Rusin. Kjo që ka ndodhur sot, që i heqen sanksionet Rusisë, Të merr. nuk është pragmatizëm, është dorëzim. Pra, Keq, po kjo është gjëja keqe. Dhe këtë në fund, është një situatë në Iran e cila ka ngjashmëri me Ukrainën. Dhe kjo është e plot. Dhe më thënë, nëse Ukraina ka qenë realisht tampon zona për me mbrojt Evropën dhe perëndimin nga Rusia dhe Kina, kam përshtypjen që Irani është qajo zona, tampon zona geopolitike që përmbron, që po jep fuqin Kinës dhe Rusisë që ta krijoj një situatë një lloj si në Ukrainë. Dhe kjo e bën, e flijon një popull persian, për çdo respekt, që dy superfuqit ta mbrojnë një zonë që Amerika mos ta merr
nën kontroll geopolitik këtë energjinë atje. Kam frikën që nëse arrihet kjo, atëherë unë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa marrë parasysh kundërshtinë me brenda senatorëve që do ta lejojnë këtë, humbjen e fuqisë perandorake dhe pasojat për Iranin kam përshtypjen që do jenë të mëdha. Të mëdha. Kjo është dhimbja Por jam. ndërkohë më shkruajnë që Edhe për civilit, se nuk ata që luftojnë, ata dhe ajo që Regjimi edhe fare. që ajo është që Gjinishi dha që e tha e preku realisht logjikën politike, që e tha nëse nuk largohet regjimi, regjimi largohet veç me hyrjen e trupave toksore. Askush, Amerika s'do të vritet në shtat, qartë. se humbi zgjedhjet. Po s'ka mundësi që të hy. Dhe nëse hyn, okej, lufta do të jetë e ashpër, po ka ndryshim të regjimit. para Se orë nuk që të... hyn, Po, regjimi mbetet kjo katastrofë për popullatën Nuk e shoh e sekond, askush më shkruan një mikë emisionit lajmin e naftës. se di saktësisht si po shkon për Iranin, sepse janë shumë të zotët të kontrollojnë informacionin. Por është e dukshme që për Amerikanët nuk po shkon mirë, ose të paktën jo si kanë dashur. Deklaratat e luatra të Trump e tregojnë qartë. Ndryshimi i qëndrimeve qoftë edhe me Rusin. Kanë 3 javë që thonë e shkatruam, nuk kanë mundësi të sulmojnë Iranin, por Irani vazhdon bombardon, një vëzhgim që e bën sot edhe BBC-a. Nëse Amerikës nuk i intereson lufta e gjatë, ti ishte për Trumpin e mbyllte që nesër. Kjo luftë i ka ikur nga kontrolli. Hyri me përdhun nga Izraeli dhe nuk e di se si dhe kur do të dalë. Irani rrezikon të kthehet në një Vietnam të dytë për Amerikën, një mikë emisionit. Do më thënë, digjo, ne këtu të gjithë, zoti Rakipi, të gjithë, do më thënë edhe batoni ratë akord që lufta nuk po shkon mirë për Amerikën, e para. E dyta, sikur ju sapo e thatë, apo komentuesi juaj, Amerikanët nuk doni që të hynin në këtë luftë. Kjo nuk është lufta e Donald Trumpit dhe Amerikës, por është e kriminalit të luftës Benjamin Netanyahu. E treta, po të shikonit, në qoftë se keni parë deklaratën për shtyp sot të kryeministit britanik Starmer, ai e tha në mënyrë të hapur, dhe britanikët zakonisht nuk janë të hapur, që ne nuk do t'i bashkangjitemi kësaj lufte. Nga që NATO, Bashkimi Evropian, e di që kjo nuk është luftë e perëndimit. Kjo është luftë e një kriminali lufte që strehohet në për bunkerat të Tel Avivit me emrin Benjamin Netanyahu, të cilin iranianët pretendojnë që e kanë vrarë dhe ju bë prej disa ditër që nuk shfaqet më, dhe duaja ime para Allahut është që ta kenë vrarë dhe ta kenë dukur. Jo, ai doli tha, po jo, e ka vdekur, thamë, po vdes për një kafe, tha. Bën video me artificial intelligence, sepse në takimet zyrtare të qeverisë izraelite ai nuk po shfaqet prej disa ditësh. Munguar në kabinet. Dhe lutjet e ndoshta e 90% njerëzimit janë që ky kriminal lufte të zhduket. Se përmen kështu me shifra, përmen shifra që kur gjohit që janë ato. Një moment. Po, 90%, 70%. Dhe dua të them që pretendimet fillestare të amerikanëve dhe izraelitëve kur vran Imam Ali Khameneinin ishin që ne do presim kokën e oktapodit, do rrëzojmë regjimin, Irani është vend i rrezikshëm dhe terrorist, të gjitha këto kanë dështuar. Domethënë, nëse shohim tablon e madhe gjeopolitike, lufta në Iran po rënon perandorin judeo-amerikane. Dhe shumica e qytetërimit njerëzor, e njerëzimit... E ke gabim, unë po frigohem... Duke përfshirë edhe shqiptarët që nuk janë në studion ton, luten që kjo perandori e keqe të shkatrohet. Cila? Pra, perandoria judeo-amerikane duhet të shkatrohet, Amerika duhet të kthehet prapa. Dhe të vi perandoria ruse tani? Jo, duhet të kemi... Dhe kineze? Jo, duhet të kemi një botë multilaterale, ku qytetërimi njerëzor të ekzistojë në harmoni. Një mendim ka ky tani, dhe të shizmja... është mendim kë. Është mendim, është mendim. Jo, more jo, kjo është mendim. Kjo dëshirë për me shkatrim. Po, edhe dëshirë. Dëshirë për shkatrim, unë dëshiroj që të bjerë... Po, ky ka dëshirë më? Izraelito-amerikane. Në studios nuk lejohet. Ky qytetërim që është ngritur vëllë, që kreu... Ka problem ka që dëshirë është të gjenocid në Gazë. Ti ilustroj përfitimet e kush janë përfitimet tona se për sa duaje. Po ti bën thirrje në përmision. Po prisë do bëjmë çik publicitet që të na. Jo, po s'ka publicitet tani. Ky qytetërim Po nuk që kam shikim na kë. 100.000 palestinez
që kreu gjenocid, që vrau 1,5 milion njerëz në Irak, që kur Amerikanët në vitin 2001 shpallën luftën kundër terrorizmit, kanë marrë 4 milionë njerëz. O zotri, se ti ke ikur tani dhe jeton në Malezi, ke ikur nga ky qytetërim. Ne duam të shkojmë në këtë qytetërim. Po ju mbroni. Po se ky qytetërim tani po do të na çosh në Iran. Ose në Malezi ku ke vajtur ti, ne nuk vëm dot atje. Na pranojnë as ata. Nuk na pranojnë dhe as ata. Ne jemi të tjerë, po i shpallën terroristët. Batoni nuk do të dëgjon me nga këto gjithë, se ti duket sikur ka përthirrje vëlla. Nuk i kam parë këto mediat iraniane, po në fillim Olsi e nisi kështu tha dua pak tha vetëm një aneks të vogël këtu tek emisioni jo, dhe tha Irani tha e ka gabim, Izraeli e ka gabim tha se Amerika është e mirë. Tani bëri bashkë të dyja dhe thotë që të dyja thotë duhen shkatruar duhen. Pse erën e parë tha, po në fillim tha është një luftë, tha nuk është luftë e Donald Trumpit kjo, tha ka drejtë janë të ndryshme. Ja futi Izraelit në fillim dhe Netanyahu, tani ja futi Amerikën. Shkatrimin e perandorisë do Amerikanë do dhe Evropa, një minutë, sepse një muaj më herët, Trumpi po kërcënonte Evropën, po kërcënonte Danimarkën, që është vend i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian, thoshte që unë do të marr Grënlandën. A rezikon të përshkallëzohet kjo luftë? Në fakt, duhet ta kuptojmë që Jo, ikim da. Armiku më i madh i Evropës nuk është Irani. Irani është Amerika dhe Izraeli. Kanë armiq më të mëdhenj. Irani ka kërcënuar e spjegoi Gjinishi që centralin në bërthamor të Dimonas, nëse ka përpjekje për ndryshim regjimin, zoti Gjinishi a ka vërtet mundësi që Irani të godasë efektivisht këtë centralin qyteti? Fare shkurt. E ka goditur? Po goditi në periferi apo është centralit. paralajmërim bosh? Po pra, ishte paralajmërim, goditi në periferi dhe ky është një nga rreziqet më të mëdha, domethënë, sepse në momentin që nuk kemi një ofertë, në fundit gjitha luftrat përfundojnë tavolinë, por në momentin që nuk kemi një ofertë shpejt ose një angazhim shpejt palëve për të ulur në tryezën e dialogut me A ka rrezik të Gjinishi, unë s'dija, s'kam asnjë informacion. Logjika më thot që Iranin momentarisht garda republikane o dhe se kështu kur ka vendime politike nuk ka kësi u dy raketave. Po se edhe Mushtabe Khamenei nuk ka dalë në publiko, sepse edhe ai është i plagosur. S'ka dalë asnjëherë. A rezikon të përshkallëzohet kjo luftë? Vetëm generalet po gjujnë raketa. Ky është problemi i madh, se politika është jashtë loje. Po pra. Gjinish sa ke lexuar ti? Po do përshkallëzohet nëse do të merrni pjesë. Po ta pyesësh sot do përshkallëzohet. Perëndimore krahas Amerikës. Nëse më lejon edhe një koment kështu, domethënë pavarësisht të konfliktit që ndodh në se jemi këtë arkitekturën e madhe gjeopolitike botërore, në këtë arkitekturën gjeopolitike botërore që po kalon këtë fazë tranzicioni në rrugtimin e saj për krijimin e rendit të ri botëror, secili se ne këtu e nisëm kritikën edhe ndaj Ramës, secili duhet të shkojë interesat e vendit vet, dhe vendi jon nuk ka interesa. Nuk e ka armik Iranin, po sigurisht nuk ka interesa as në Iran, as nga dishu. Interesat tona janë në Unionin Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo duhet hequr ky lloj diskutimi për të shpallur armiq, se nuk kemi keq për armiq. Domethënë duhet bëjmë dua që këto miq tan BE-ja dhe Shtetet Bashkuara. Shiko, meqense përmendet duan, po nëse më lejon, do të tregoj një histori të çuditshme. Në kohën që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin në luftë, Abraham Lincoln ishte kreu i një respal, edhe në një moment caktuar futet në çadër dhe gjen generalin e vet duke u fal. Abraham Lincoln ishte njëri shumë fitar. Kjo është edhe Bibla Lincolnit që është sot e kësaj dite në Kongresin Amerikan. Dhe i thotë generalit vet, çfarë po bën thot? Po lutem thot që Zoti të jetë në krahun ton. Ai fillon qesh. Po kjo ishte një lloj blasfemie për kohën atëherë. Dhe i thotë Lincolnit generalit thot, pse po qesh thot? Sepse edhe nga krahu tjetër thot, ka një general që lutet që Zoti të jetë në krahun e tij. Më fal thot, po çfarë duhet bëj unë thot? Lutu thot që ne t'jemi na me Zotin. Dhe jo Zoti të vinë jam. Kështu që kjo historia e lutjeve ndonjëherë është edhe çik abuzive, sepse një të vërtet ka në të gjitha besimet, duhet ta kaloj këtë, që Zoti nuk qëndron në pirgjet e gufomave. Dashuria për Zotin dhe mesazhi i Zotit. Se fillove tani ti të gufomave. Fillove tani. Ta ndajmë pjesën e Zotit me këto histori tash. Rezikon të përshkallëzohet kjo luftë me nga dy fjali. Kush mund të thotë? Shkose ne edhe në Jo, ne doa përgjigjen e pyetjes. Po, unë nuk besoj që po shkon drejt përshkallëzimin, sepse edhe mos përfshirjen e shteteve perëndimore në krah të Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe me një mision me vlerë të kufizuar siç është shoqërimi i këtyre anijë cisternave,
tregon që diplomacia po funksionon. Ka një përpjekje franceze për të negociuar, edhe vetë Vitkofi ju e përmendët që është duke ka kanale ndoshta për drejta me Iranin, dhe do duhet të kuptojmë se asnjëherë nuk e kemi thënë këtë, cili është objektivi minimal i amerikanëve. Sepse ju vetë thatë që Trumpi po i ndryshon ato vazhdimisht. Nëse është marrja e uraniumit, cili shërben për të bërë bomba, 12 bomba sa që flitet, apo nëse është shkatrimi këtyre Mos bëjmë komentet gjata, unë mendoj nga që keni lexuar më shumë. Unë mendoj që ka hapësirë për pasojat paqe. Përshkallëzohet tua? Unë nuk mendoj, edhe unë bashkohem me mentorin që intensiteti i sulmeve nga të dyja palët ka rënë faktikisht të 2 ditë të fundit dhe mendoj që palët janë interesuar gjej një zgjidhje. Varet nëse Netanyahu është i gjallë, sepse ai është njëri i çmendur. Ti gjithmonë mendon që ai është i çmendur dhe është dhe Alfred Çako, ai thotë që ai, domethënë ai Alfred Çako çfarë tha? ka vdekur ta. Dikta sot. Netanyahu. Ka disa ditë për Netanyahu. Nëse nuk ka vdekur, ka mundësi që ose të ketë atak kardiak nga që ai vuan nga zemra. Nga frika. Jo, është fakt është. Nga frika. Ti je i atashun. Kam pak kështu. Por lutjet e njerëzimit është që ai kriminal lufta, ai Hitleri. Pasojat që ka prodhuar lufta në ekonominë globale janë rritur në raport me emisionin e të kaluar. Tani, vetëm e përmendi pak Batoni dhe ne kaluam shpejt. Kriza më e madhe është çështja e Huanit, që përmendi Batoni, sepse për herë të parë ndryshon rendi financiar i transaksioneve të dha, po unë do të jap 2 shifrat fundit, zoti Rakipi. 7.7 miliard fuqi nafte kalojnë në Hormuz për një vit, që është 1 trilion. Dhe 120 miliard metër kub gaz, që është gjithashtu 1 trilion. Pa e që është më rëndësishme dhe ne kemi harruar, është sasia në produkteve të naftës, ku vetëm plerat kimike janë 40% të prodhimit botror. Kështu që është ajo që kemi thënë gjithë herët, është geopolitikë, është geoekonomi, është luftë për rendin e ri botror, që ndoshta ky është i vetmi konflikt që ne kemi që i ka gjithë element kaq shfaqur. Që me thënë, unë e di veç që bas gjithë këtyre luftrave i frigohem një takimi të Trumpit me Xin në prill. Me kë? Xi Jinpingin. Me këtë kinezin po. Tani shpejt e kanë ata. Në prill e kanë. Ai ka thënë mund ta shtyj, ka thënë Trump. Por nëse unë kam përshtypjen që kjo botë multilaterale që e kërkon Nolsi ka vdek Olsi. Nuk ekziston. Po vjen. Jo, ai do multilaterale pa Amerikën, Jo, Amerika le të rri aty nishën ku janë. Unë mendoj që Olsi nuk e ka aq keq se bolta tani nëse Donald Trumpi multipolare i jep $100 milion ditën Rusisë. Që këtu bëhet bipolare. Ju është me një fjali, se ti e mision serios, nuk ka lajm që janë heq sanksionet. Është hequr sankcioni vetëm për naftën që është duke qarkulluar nëpër detra. Vetëm për atë që është naftë ruse dhe që mund të shitet me çmime jashtë bursës. Është naftë ruse pra, është naftë ruse. Po pra, e tani kishte ndaluar pra. Është një hap drejt Indisë. India është blerësja kryesore e tyre. Është hap vetëm për Indinë. Tani kjo luftë sipas Trumpit. Apo ta përfundoj mendimin. Ta përfundoj mendimin ti, ta përfundoj dhe unë me një pyetje të fundit dhe që kam një me qenë se të këto 3 perandori po gjojnë popuj për të, po themi, viktimizuar për ta. E kanë gjetë Ukrainën, tash Iranin, pastaj ku e dim kush do tjetë, ndoshta Tajvanin në të ardhmen e afërt. E sjellën veç një gjë. Logjika politike, pa pas asnjë informacion, më çon të rendi i ri botror të këtyre 3 superfuqive. Por ajo që më dha mu, e kam në mendje këtu se këto 3 superfuqi janë kundër vlerave që Evropa i ka kriju me shumë mund dhe me shumë, dhe unë mendoj që do në adopsojnë shumë këto vlera gati, do t'jenë pavrejshme. Me këta 3 perandor kështu, të geopolitikës. Duket që nuk dihet që do të përfundojë kjo luftë, por nuk do ketë asnjë fitues. Jo, unë po mendoj që... Ka asnjë ofertë vlerash, thotë Baton. Asnjë ofertë vlerash. Është e rëndësishme kush fiton, problemi është çfarë sjell. Fituesit e kësaj lufte janë BRICS-i. Është Irani, është Rusia, është Kina. Iran... Dgjoj. Po ky është me ata është olla. Unë jam me ata, unë jam me BRICS. Po ai me ata. Nuk jam me Amerikën.
Unë jam me BRICS-in. Ore, ne nuk e kemi thirrur këtë që të bëhet Amerikan, mo. Unë jam anti-Amerikan. Ore, këti... Unë jam Nuk është Amerikan, valla. Një njeri që flet për Iranin, në spaku e përdor logjikin. E përdor, Nuk bën propagandë. E përdor, po. Cila është logjike? Nuk kjo logjika është që kjo mënyrë e luftës që bën Amerika, po t'isha në vend ti, do thoja, nuk sjell fitus. Si që themi të gjithë. Nuk sjell fitus. E para, pse nuk sjell fitus? I jap argumentet 1, 2, 3. Për arsye se nuk rrezon pushtetin atje dhe nuk është e gatshme Amerika. Po jo që bën ti tani poshtë Amerikë. Të hyj me trup. Kjo Amerikë që është, kjo Amerikë ka për... Ne duhet ta kthejmë. Kjo është bota që bëri Amerika. Duhet ta kthejmë. Bota ku jemi dhe ne. Duhet ta kthejmë Amerikën në kohën e Clintonit, në kohën e Nixonit, kur Amerika ishte një fuqi që qëndronte për mirë në botë dhe jo një fuqi që bën luftra dhe derdh gjak. Clintoni ka bërë shumë. Domethënë, humbja e Amerikës në konfliktin me Iranin do jetë edhe fitore për popullin amerikan. Se po të shikoni, populli amerikan po proteston nga New Yorku deri në Los Angeles. Shikon që e do Amerikën. E do pa Trump. E do Amerikën pa Trumpin, për 10 minuta e do me Bill Clintonin, e do me Bill Po këtu jemi Clintonin. dakord gjithë në më. Jo këtë Amerikë që është. Edhe ne, po me Jo me Bill këta Clintonin. gangster që janë sot. Edhe ne me Bill Clintonin e duam. Punon për paqe, jo për luftë. Po me Epsteinin e do, se... Tani, Po kjo është Amerika të mos e zgjati. Po të Kjo Clinton e veruar... e Mossadit e Ky sa po tha që Amerika duhet shkatërrohet si civilizim, tash të atje vlerat Si perandori, e njerëzve si perandori që e demonstrojnë i prek. si perandori e keqja. Ja s'po di çfarë po thuma. Bota perndimore logjika, ata. është bota që bëri Ata Amerikë. e pilula. Por Amerika ka dalë jashtë kontrollit dhe është bërë shumë e rrezikshme. E nderuar të shikues, Irani që ta ndihmojë në pritje të Irani është agenti ndryshimi. vazhdimit të, ju lutem, të ngjarjeve, të cilat nuk është se priten shumë pozitive, mund të jenë pozitive, mund mos mund të jenë pozitive, si që thëmë të duja kinezi, se më shkron të njeri, si të tha kinezi thësh. Ndoshta po, ndoshta jo. Është fraza me madhe që unë kam dëgjuar në jetën time, nga një kinez se kam dëgjuar, se dhe kinezët thonë gjëra shumë të menshore, shpesh. Nderuar të shikues, ky është emisioni për mbrëmjen e sotme, ndarë në 2 pjesë, po se cila pjesë kishte edhe 9 pjesë. U përpoqim, thoshim në një gjë, ju na dëgjuat, faleminderit shumë nëse na keni dëgjuar vërtet. Faleminderit nderuar kolegë, faleminderit të gjithë stafet që punuan për realizimin e emisionit. Shifemi tani të njëjtën. Mbyllëm sot dhe shifemi të njëjtën, natën e mirë.